Kryetari i Unionit Turistik Shqiptar, Rahman Kasa, ka bërë një reagim lidhur me debatet për çështjen e investimeve në Zvërnec dhe protestat që po zhvillohen. Kasa shkroi se pakënaqësitë e qytetarëve ndaj një investimi me vlerë më shumë se 4 miliardë euro nuk ndihmojnë në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë në vend. Po ashtu thekson se ky reagim i qytetarëve u shërben vendeve fshinj dhe nuk duan zhvillimin e Shqipërisë dhe duan që investitorët i tërheqen në vendet e tyre. Më tej shkruan se ardhja e brendeve si Mandarin Oriental, Aman dhe Atlantis rrisin emrin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Ai thekson se Shqipëria nuk mund të refuzojë investime strategjike që rrisin konkurrueshmërinë e turizmit në mesdhe dhe sigurojnë mbi 10.000 vende pune. Në pozicionin e kryetarit të Unionit Turistik Shqiptar, mendoi se pakënaqësia dhe protestat e qytetarëve shqiptar kundër një investimi mbi 4 miliardë euro që do të bëhet në sektorin e turizmit, qoftë për pretendimet për mbivendosjet e pronës në Zvërnec apo të disa ambientalistëve që pretendojnë për zhdukjen e disa gjallësave të vogla ujore, nuk mendoi se i shërben zhvillimit të turizmit dhe të ekonomisë shqiptare. Përkundrazi, mendoi se ju shërben vendeve kufitare që nuk duan zhvillimin ton dhe padyshim që nëpërmjet këtyre manipulimeve dhe organizimeve të nëndeshme duan që investitorët i tërheqin në vendet e tyre. Investimet të këtij niveli, të cilat sillin në vendin ton brende si Oriental, Aman apo Atlantis, disa prej të cilëve nuk kanë hyrë akoma në Europë, rrisin emrin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, rrisin vlerën e pronës, krijojnë mundësi për sipërmarrje të vendase dhe forcojnë pozicionin ndërkombëtar të destinacionit turistik të Shqipërisë. Shpet Kasa. Kreu i UTSH-s thotë se qytetarët që kanë pretendime për mbivendosje të pronës duhet të drejtohen gjykatave për të vërtetuar deklarimet e tyre. Nga deklarime publike, projekti zhvillohet mbi prona private të blera në mënyrë të ligjshme, por që nga disa qytetarë ka pretendime për mbivendosje të pronës. Kjo kategori e cila ka këto pretendime duhet të drejtohet gjykatave për të vërtetuar pretendimet e tyre dhe t'i kërkojnë garanci shtetit që në rast se gjykata ju jep të drejtë të dalë garanti shpërblej për pronën me çmimin e shitjes që kanë përfituar pronarët e paligjshëm dhe jo të kërkojnë ndihmë nga disa qarqe politike greke, të cilat në vend që të kontribuojnë për rritjen e miqësisë ndërmjet dy popujve që jetojnë pranë njëri tjetrit prej mijëra vitesh, bëjnë të kundërtën duke deklaruar se po grabiten tokat e minoriteteve grek në Vlorë dhe nxisin disa emigrantë mercenarë që i organizojnë me autobus për të protestuar gjoja në mbrojtje të pronave minoritare. Lidhur me ata që protestojnë për mbrojtjen e mjedisit, Kasa shprehet se turizmi modern ndërkombëtar bazohet pikërisht te ruajtja e natyrës, biodiversitetit dhe trashëgimisë kulturore dhe në respektim të çdo standardi midisor.